Qarkullimi i automjeteve në aksin nacional Librash Qaftan këtë të hënë të kthesat e Dragostunjës kryhet me vështirësi, ndërsa vetëm një korsi e gjysmë e rrugës është e hapur, pasi një gur i përmasave të mëdha gjendet mbi asfalt. Ajo që bie në sy një ditë më pas është mungesa e autoriteteve në vendngjarje për të këshilluar drejtuesit e mjeteve që të ulnin shpejtësinë. Ndonse për më shumë se 10 orë, disa mjete të rënda një ditë më parë punuan një herësh për të shembur skarpatën e dëmtuar dhe për ta bërë rrugën të hapur për drejtuesit e mjeteve. Rreziku konstatohet edhe këtë të hënë. Në korsinë e bllokuar, mjetet e tonazhit të rëndë kanë të pamundur të shkëmbehen. Një banor i zonës, Safet Duka, i cili shpëtoi mrekullisht masivit të rënë në rrugë, tregon për momentet që mund t'i kishin marrë jetën së bashku me nënën e tij. Unë isha i pari që isha të gujma që u shem dje. Edhe ndalova qarkullimin, një makinë hyrë para me, ndalova atë dështë para kaloj, po vinte gujë masë, u shem nga pak. Fillimisht anë ta gurë të vegjël ishin nga kaq, pastaj rëshite gjithë njerë, unë isha aty prezent, edhe rëshite njerë, anë gjithë gurë të mëllej pastaj. Isha me mamën, dhe qojnë në spital për vizit, pash gurë të vegjël që po bijë një nga një. Shqyqyr që nuk ishte makina mrapa, se s'kisha kutika, do mëzin gjithë kur dhe mëlej, do mëzin poshtë. A i kërkon dëm shpërblim nga firma që mirëmban në rrugën, pasi mjeti i është dëmtuar nga gurët e parë që u shkëputën nga mali, por edhe marrjen e masave nga autoritetet që të rikthejnë sigurinë në rrugë. Si lloj firma që po bën rrugën lart, siguri nuk ka fare këtu, vriten njerëz, nuk vriten ma fare firma përgjithësi fare. Ne s'dim ku drejtohemi, ku gjejmë drejtet tona, hapet rruga, do flasim mbrapa, më thanë mua, për dëmtime, për gjëra çfarë keni, çfarë ashtu. As pyetën fare, jeni smura, keni smura, gjë fare, nuk na pyetën fare. Ishte ja dy përgjegjësa aty, më thanë mua hajde fol me shefin e madh nesër në zyrë këtu në Librash. S'kishte fare, aty s'kishte asnjë njerëz, ishte diel, ishte pushim. S'kishte asnjë fare kontroll fare. Të dielën kreu i autoritetit rrugor Ami Kozeli mohoi që shkak i shembjes masivit janë bërë punimet që po kryhen për zgjerimin e korridorit të 8, por është fakt se shumë pranë segmentit të dëmtuar shihen mjetet që po punojnë për gjurmën e re të rrugës. Sa ka që ambientalistët po shprehin shqetësimin e tyre për mbetjet e hedhura në lumin Shkumbin.